Burri jam po thete nam, pe thete 90 vjet, thete shkum, tha ju djali jam. Tha po non, tha se ju ro tenka dyrve. Atë që përjetoi 28 vjet më parë e ka ende të freskët në mendje. Madje krejt ngjarja vazhdon të qëndrojë para syve. Shukrie Sejdiu nga fshati Qirez në masakrën e 28 shkurtit të 1998-s humbi bashkëshortin Beqirin e 3 kunetët, Nazmiun, Bedriun dhe Bekimin, që të 4 këta u vran nga forcat serbe, të cilët në shenjë hakmarrje kishin rrethuar Qirezin e Likoshanin, madje jo veç me armë në tokë. Kem pasën edhe 3 helikoptera mi shtëpi, edhe kanë gjujt në shtëpinë që e kena nisën shumë. Tani na kanë drejtë në shtëpinë ku kena nejt. Pas kësaj, ushtria zuri dyert e shtëpive të banorëve. Ardhen 3 edhe në nëzën në ndiren drejt që ishin kash me habar. Nuk ishe më në gjendje as që del me marë për thmitu një pikuj. E kum pas djallin 2 vjeqe gjys, që i kene kum pas 2 muje gjys. Këta i nxorën jashtë ku më pas shkrepën edhe plumba. Henën shpenat që të në përjashtë, më tha merë edhe bejben, e mëra, sërbesht. Kur dëllëm, burë më këshën shtre për tuke, me njanin binak, edhe nauzë i shkanë vro, ato veç kër e kena po kështu kër i na do. E traumatizuar u mundua t'i jep gajret vjehrës. Na, në vjehra po himrena, thash, non këtu kryve të shodhe në rëzëtët. Forcat serbe vranë edhe 20 civil të tjerë, gjysma e tyre familjar të familjes Ahmeti. Ata i nxjerrin të gjithë meshkujt jashtë, i maltretojnë prezencë të anëtarëve të tjerë të familjes, ndërsa pas që gjejnë të plagosur një që i tashme kështë vdekur Recep, i tërheqin gjithë dhe i ekzekutojnë. Krejt kjo u bë pas një përballje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës me forcat serbe, nga të cilat u vranë disa polic serb.